3 persona kanë rënë në prangat e policisë së Vlorës pas finalizimit të operacionit policor të koduar Tabakino. Nga ky aksion i policisë janë goditur 2 raste të shpërndarjes së lëndës narkotike dhe tregtisë së paligjshme të mallrave të dyshuara kontraband. Sipas policisë, këta shtetas kishin përshtatur në subjektet e tyre tregtare për fshehjen dhe shitjen e dozave të kokainës dhe kanabisit. Arrestimi i tyre është bërë pas kontrollit në 2 subjekte tregtar të llojit Tabakino në qytetin bregdetar të Vlorës, ku shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 10 doza me lëndë narkotike të dyshuar e llojit kokainë dhe kanabis, si dhe një sasi paketash cigare pa pull fiskale të Ministrisë së Financave të dyshuara si të kontrabanduara. Materialet proceduriale janë referuar në prokurorim pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme dhe zbardhjen nëse ka persona të tjerë të implikuar në këtë ngjarje kriminale.